duhet që të thonë monitorimi dhe kontrollet me struktura tona monitoruese në teren për vlerën e gjitha këto. Marrë në struktura të gjithë organizojnë edhe mjek edhe partnerë dhe operatorë privat për të ndarë dhe për të nisur dëshminë në sport mes dyja kjo është e të dëshira të shëndime të shoqatës, që do të mund të përcjellë në sigurisht do kemi dhe komunikime zyrtare, që ka ardhur koha, jo se nuk është, aty janë zhvillime shumë pozitive që sektori publik me sektorin privat të krijojë një partneritet më të zbutur, më miqësor, në mënyrë që të ndihmojnë njëri tjetrin, sepse ekonomia ndihmon shtetin, shteti ndihmon ekonominë, kështu që patjetër qartë duhet edhe në diskreç me përshëndimin me privatin e kemi të shumë kohësh, sepse në gjithë problemet të gjithë në fushën e kemi, dhe nisur nga paketet shëndetësore që një pjesë për tyre ofrohen në shërbimin jo publik. Pastaj ne nuk do të sënem dot dhe pa tregur pa barë në të përrisë njësore që të temë pjesa e tregur privat, që bashkëmimi në dojë që ka qënë i përqë dhe në dojë që